Dashi. Sot mund të ndjeni të mbushur me energji dhe entuziazëm, duke u përballur me sfidat me guxim. Natyra juaj dinamike ju bën të kërkoni mundësi të reja në punë. Besoni në intuitën tuaj dhe ndiqni ato ide që ju duken më premtuese. Në dashuri, nëse jeni në një lidhje, komunikimi i hapur do të forcojë marrëdhënien tuaj. Beqarët do të ndihen të gatshëm për aventura të reja romantike. Sa i përket financave, mund të hasni në një mundësi të papritur për të përmirësuar situatën tuaj ekonomike. Kujdesuni që të mos shpenzoni më shumë se sa duhet. Në përgjithësi, është një ditë për të ndjekur zemrën dhe për të mos harruar të shihoni momentet e vogla që jeta ofron. Gëzoni çdo çast dhe qëndroni të hapur ndaj surprizave. Demi. Sot, universi të fton të shikosh drejt yjeve me një zemër të hapur. Në aspektin e dashurisë, lejoje veten të jetë më i ndjeshëm dhe i kuptueshëm ndaj partnerit. Komunikimi i qetë mund të sjellë një afërsi të re, duke i dhënë marrëdhënies më shumë rrotësi. Në fushën e punës, qëndro i përqendruar dhe mos të humb besimin në veten tënde. Mund të përballesh me një detyrë të vështirë, por zgjidhja qëndron në këmbënguljen tënde. Financat kërkojnë vëmendje, shmang shpenzimet impulsive dhe fokuso për të krijuar një rezerva të qëndrueshme. Ndërsa dita përparon, gjej pak kohë për reflektim dhe meditim. Lejoje zemrën të të udhëheqë në çdo hap dhe qielli nuk do të jetë kufi për aspiratat tua. Binjakët. Dita nis me një energji të lehtë dhe të freskët, duke të ftuar të përqafosh çdo moment. Në punë, mundësia për bashkëpunime të reja do të shfaqet. Tregu guxim dhe mos hezito të shprehësh idetë unike. Financat do të qëndrojnë të qëndrueshme, por ruajtja e një qasjeje të matur është e nevojshme. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të ndesë një shkëndijë të re mes jush dhe partnerit. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të sjellë një surprizë të këndshme. Natyra poetike e ditës do të ngjall një ndjesi të thellë reflektimi brenda teje. Kushto kohë vetes, ndoshta një shëtitje në natyrë do të bëjë mrekulli për shpirtin. Kujdesu për balancën midis mendjes dhe zemrës. Gafoja. Ditën e sotme, fryma e dashurisë mbush zemrën tënde me ngrohtësi. Mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të kaluar kohë cilësore me dikë të veçantë. Në punë, kreativiteti dhe intuita jote do të shkëlqejnë, duke të çuar drejt zgjidhjeve që të tjerët nuk i shohin. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet impulsive. Sot, merr një moment për të reflektuar mbi arritjet e tua dhe për të vendosur qëllime të reja. Kujdesi ndaj vetes do të sjellë një ndjenjë qetësie dhe ekuilibri. Natyra të thërreth, një shëtitje e shkurtër do të rigjenerojë energjinë tënde. Lëre zemrën të hapur dhe prano ditën me pozitivitet. Kujto, çdo ditë është një mundësi e re. Luani. Sot, një dritë e re ndriçon rrugën e zemrës dhe ju ndihmon të thelloni lidhjet me ata që doni. Komunikimi i hapur dhe sinqeriteti do të sjellin harmoni në marrëdhëniet tuaja afektive. Në punë, mundësitë e reja mund të shfaqen papritur, jeni të shpejt në kapjen e tyre. Mos u shqetësoni nëse ndonjëherë ndiheni të lodhur, është momenti për të kujdesur më shumë për veten. Në aspektin financiar, qëndrimi i kujdesshëm do të sjellë stabilitet të qëndrueshëm. Kujtoni se të qenit i arsyeshëm është qetësi për të siguruar një të ardhme të qetë. Mos harroni të merrni kohë për reflektim dhe meditim, do t'ju ndihmojë të ruani ekuilibrin e brendshëm. Lejoni që dita juaj të jetë e mbushur me ngrohtësi dhe optimizëm. Virgjëresha. Dita e sotme sjell një ndjenjë qetësie të thellë. E ndihmuar nga energjitë pozitive, zemra juaj ndriçon ndjeshëm në marrëdhëniet personale. Një bisedë e sinqertë me dikë të afërt mund të sjellë më shumë afërsi dhe kuptim të ri. Në aspektin profesional, sfidat e vogla mund të duken të vogla, por ato janë pika të rëndësishme për përmirësim. Mos nxitoni në vendime të mëdha sot, dëgjoni intuitën tuaj për të zbuluar drejtimin më të mirë. Financat duken të qëndrueshme, por kursimi për të ardhmen është gjithmonë një zgjedhje e mençur. Reflektoni mbi ndjesitë tuaja dhe mbani mend të kujdeseni për vetveten. Largimi nga rutina e përditshme për pak kohë do t'ju jap një frymëmarrje të freskët dhe të pashtë. Peshorja. Sot, zemra juaj do të kërkojë një ekuilibër të ri midis dashurisë dhe angazhimeve. Kujdesuni që të mos humbisni momentet e vogla të lumturisë në ata që keni pranë, pasi mund të jenë burimi juaj më i madh i energjisë. Në punë, një sfidë e re mund të ngjallë kuriozitetin tuaj intelektual. Konsiderojeni si një mundësi për të mësuar dhe për të treguar talentin tuaj krijues. Kujdes në shpenzimet, sepse buxheti mund të kërkojë pak më shumë vëmendje. Plani financiar që keni bërë është i vlefshëm, por kërkon disiplinë. Mos harroni të ndaloni për një frymë të thellë dhe të vlerësoni bukurinë përreth jush.
Dita do të mbyllet me një ndjenjë paqeje, duke ju lënë të qetë dhe të gatshëm për sfidat e ardhshme. Akrepi. Sot është dita për të shprehur ndjenjat e tua më të thella tek ata që do në dashuri, hap zemrën pa frikë dhe do të shohësh se si marrëdhëniet tuaja do të forcohen. Në vendin e punës, qëndro i përqendruar dhe mos lejo që detajet e vogla të shpërqendrojnë nga qëllimet e mëdha. Financat kërkojnë vëmendje të kujdesshme. Është koha për të analizuar shpenzimet dhe për të planifikuar më mirë buxhetin. Ndjenjat e brendshme mund të dalin në sipërfaqe sot, dhe gjej një moment për reflektim të qetë dhe meditim. Dijet sugjerojnë se një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Në fund të ditës, gëzo momentet e vogla të gëzimit që të sjellin një ndjenjë paqeje dhe mirëkuptimi të brendshëm. Shigjetari. Sot ndihesh sikur universi të ka dhënë krahët për të fluturuar. Një mundësi e papritur profesionale shfaqet në horizont, ndaj hap syt dhe mos hezito të veprosh. Në dashuri, ke mundësi të forcosh lidhjet me partnerin nëpërmjet një bisede të sinqertë. Lër emocionet të rrjedhin si ujë lumi, duke krijuar një lidhje më të thellë dhe më të fortë. Financat mund të kërkojnë vëmendje, prandaj shmang shpenzimet impulsive dhe përqendrohu te kursimi. Sot është koha e duhur për të menduar për të ardhmen dhe për të planifikuar me kujdes. Energjia pozitive e ditës do të ndikojë në humorin tënd, duke të dhuruar një ndjenjë qetësie dhe harmonie. Shijo momentet dhe ndihu mirënjohës për gjithçka që ke. Britsjapi. Sot, universi ju fton të dëgjoni zemrën tuaj dhe të ndiqni intuitën. Në dashuri, lërini emocionet t'ju udhëheqin. Ndonjëherë një bisedë e hapur mund të sjellë një afrim më të thellë. Në punë, përqendrohuni në detajet që të tjerët mund t'ja anashkalojnë. Suksesi gjendet në vëmendjen tuaj të mbredh. Financat kërkojnë vëmendje. Bëni një listë të shpenzimeve dhe zbuloni ku mund të kurseni. Kjo është një ditë perfekte për të parë pasionet e vjetra në ndritje të re. Ndoshta një hobi i haruar mund t'ju sjellë gëzim. Shijoni momente të vogla, ecni në natyrë ose lexoni një libër që ju frymëzon. Duke u lidhur me thjeshtësinë, do të ndjeni një bekim të butë që ndriçon shpirtin tuaj. Kujtoni, nganjëherë bukuria gjendet në detajet më të vogla. Ujori. Dita e sotme mbart energji pozitive dhe mundësi për të bërë hapa përpara në karrierën tënde. Rekomandohet të fokusohesh në projektet që ke lënë pas dore, pasi kjo do të sjellë rezultate të prekshme. Nëse ndjen ndonjë pasiguri në lidhje me financat, mos u shqetëso, sepse situata do të stabilizohet së shpejti. Në dashuri, është momenti i duhur për të hapur zemrën dhe për të komunikuar ndjenjat me sinqeritet. Mos u trem nga bisedat të thella me partnerin, pasi ato do t'ju afronin më shumë. Kujdesu për veten dhe merr pak kohë për reflektim personal, ndoshta në natyrë. Kjo do të të mbush me paqe dhe qartësi. Kujtohu se ndonjëherë ëndrat bëhen realitet kur i jep zemrës së. Peshqi. Sot zemra jote pulson me emocion dhe ndjenja të ndërlikuara, duke kërkuar për harmoni. Një takim romantik mund të sjellë një ndërthurje të veçantë ndjenjash nëse lejon zemrën të flasë. Në punë, fytyra jote kreative do të shkëlqejë, duke të hapur rrugë për projekte të reja që të inspirojnë. Mos u shtyp nga përgjegjësitë, menaxhimi i kohës është çelësi për sukses. Financat kërkojnë pak kujdes sot, kontrollo shpenzimet e vogla që mund të mblidhen pa u vënë re. Ndjenja e brishtë të shpirtit kërkon pak qetësi, gjej pak kohë për reflektim dhe meditim. Një çik introspektivitet do t'ju mbush me energji të reja. Dita ofron mundësi të çmuara për të bërë paqe me veten dhe për të gjetur rrugën drejt ëndrave tuaja.